Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka nderuar ish-deputetin Azem Hajdari në kuadër të ditës së rinisë. Nga qytet studenti, Berisha në shenjë nderimi është përkullur para monumentit të Hajdarit, simboli kësaj dite që sollet demokracinë në vend. Në monument janë vendosur kurora me lule, ndërkohë që shënohet një datë simbolike, atë të 8 dhjetorit, që është shpallur fesë kombëtare. Në ditën e shënuar të rinisë, Berisha vlerësoi figurën e Azem Hajdarit, që e cilësoi si tribun të lirisë. Beteja paqësore e studentëve në rrugë dhe sheshet e këtij qyteti të bekur dhe në kryeqytetin e vendit, triumfi i tyre mbi diktaturën shënroi dhjetorin dhe vitin 1990 në vitin e mrekullisë të kombit shqiptar, annum mirabilis, hodhi themelet e lirisë dhe ndërtimit të shoqërisë së lirë në Shqipëri, të zëvendësimit të hiperkolektivizmit total me tregun e lirë, të daljes së vendit nga izolimi më i thellë, të hapjes dhe integrimit europian dhe euroatlantik të tij. Kjo lëvizje, çështjen kombëtare nga një çështje e tradhtuar nga klika hoxhiste, e vendosin pjedestalin e merituar për zgjidhjen e saj. Idealet e rinisë studentore dhjetorit 1990 ishin dhe mbeten idealet më të larta, më fisnike njerëzore dhe kombëtare të shqiptarëve. Këto ideale, energjia e tyre bëri shqiptarët më të lirë se kurrë, ju riktheu atyre dinjitetin e munguar njerëzor, vendosin Shqipëri pluralizm në vërtet politik, sistemin demokratik, antarësuar Shqipëri në Këshillin e Europës, në NATO, i dhanë asaj propozimin për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kosova u bë e pavarur, ndaj dhe 8 dhjetori vitit 1990 është dita e nderimit të lirisë dhe vlerave të saj nga marrë shqiptarët, e nderimit të veprës pavdekshme të prisit legjendar të asaj lëvizje Azem Hajdari dhe studentëve liberator që me guxim në tyre në lartësinë e një legjende shkallmuan dyert të mbyllura të lirisë për shqiptarët. Azem Hajdari dhe studentët liberator do mbeten të pavdekshëm në panteonin e lirisë kombit shqiptar për gjithmonë. Azem ti je gjallë. Azem Hajdari u vra natën e 12 shatorit në oborrin e selisë së opozitës nga kriminal me uniformë policie. Monumenti i Hajdarit është vendosur në shenjë simbolike në vendin nga ku nisi revolta kundër regjimit të diktaturës.